Përmbytjet e ditëve të fundit ka shkaktuar dëme të mëdha për fermerë në fshatin Zhelizha në Lushnjë. Dalja nga shtrati e lumit Seman përmbyti 10 hektar sera dhe toka bujësore duke shkatëruar të mbjellat, por rrezikohet edhe rendimenti i prodhimit për sezonin e ardhshëm. Nga ura që hodh ju atje, e këte ka sera deri më tanë, ka dhe agrume. Ja bllokur fare, nuk bëhet fjalë, kjo është zonë e mbytur. Vojtëm ditën e parë, me pomba, me drejt, me bërprita, po të vem qikën tene, ke pritën atje me pomba, nuk ma është lumi me. Tokat e përmbytura janë brenda argjinaturës apo jashtë? Jashtë argjinaturës, kjo është zonë e mbytur. Me të realitet, ja kjo është argjinatura. Kanali. Është përmbytur komplet. Për ne themu, ti ke ardhur me këpucë, mundësisht, ikë. Bashkia e Lushnjës ka qenë këtu për t'ju pyetur për dëmet që ju janë bërë? Më nuk i njohim fare. Ndryshe nga fermerët, drejtori i emergjencave civile në Lushnjë, Avni Begolli, deklaron se të përmbytura janë vetëm tokat brenda argjinaturës dhe se kjo situatë sipas tij nuk klasifikohet si përmbytje mirëfillt. Për këtë arsye, ai nuk premton kompensim financiar për fermerët e prekur. Prurjet e lumeve kanë qenë në monitorim të vazhdueshëm 24 në 7 nga strukturat e mbrojtjes civile dhe nuk kanë pasur problematika me lumen. Domethënë prurjet e ujit kanë qenë në mënyrë të moderuar dhe kanë qenë në monitorim të vazhdueshëm. Në fshatin Thanasa ka pasur probleme të tokës, por që ndodhet brenda argjinaturës, por jo vetëm, edhe në lumin Seman, në fshatin Zhelxhan dhe në Imsht ka pasur, domethënë, prezencë të ujit, por kjo ka qenë vetëm brenda argjinaturës dhe nën shtratin e lumit. Çfarë ndihme do të jap Bashkia e Lushnjës për këto zonat e përmbytura? Atëherë, për zonat e përmbytura, nuk mund të themi që këto janë zonat përmbytura, sepse ajo është tokë lumore, brenda argjinaturës. Nuk përbën ndonjë problem në lidhje me rastin konkret. Do ketë dëm shpërblime? Dëm shpërblime përsa i përket këtyre, jemi në proces verifikimi dhe pastaj do të marrim një vendim. Megjithatë, fermerët kërkojnë vlerësim të dëmeve duke paralajmëruar se shumë prej tyre rrezikojnë të mos e vazhdojnë dot aktivitetin bujqësor pa mbështetje institucionale.